zërave, nëse mund ta them, relevant të vetëvendoset. Nuk po shihet që po gravitojnë me vullnet. Kujt i konvenon më shumë si Kurtit për mu zgjedh presidenti? Për të fituar 60%. Ai kërkoi vetëvendosje 60% me shtatë shoh. Ai kërkoi. Me 60% ndoshta do të mund të bësh edhe deputet, apo? Mi synu. Ai kërkoi vetëvendosje 60%. Ai ka kërkuar vetëvendosja unë 60%. Dhe ka synu ato. Ai ka kërkuar, dhe ka synu mi mor ato. I ka kërkuar dhe nuk i ka bë. Dhe në situatën kur kjo opozitë po shihet që po përballet me një klim të defaktorizimit të saj për shkak vetesë, mes vetë që kanë më shumë se sa me zotin Kurti. Zoti Kurti, unë shoh arsye politikisht që ta realizoj qëllimin për një proces tjetër zgjedhor. Pse ku ka qenë jashtëzakonshëm në një datë që ati mund t'i mbush hambarin me votat e mërgatës. Me mbaj për fjale, ky emision incizohet dhe do doja ta demantoja vetën. Po shkojmë zgjedhje prapë. Po nuk po shoh aktualisht vullnet. Votat e mërgatës po vinë si me postë si atje si këtu njëjtë. Të lutem, unë jam gazdar dhe e di që në vitin 2011 dhe në vitin 2021 tema e parë kur është konstituuar kuvendi ka qenë zgjedhja presidentit. Nëse